Përshëndetje, këtu i kam sill kolagjen me lëng kockash e ginger. Këtë e kam përgatitur për ta pirë mëngjes për mëngjes dhe më ka bërë shumë mirë për shëndetin. Kisha 3 kg kocka viçi, i hodha 8 litra ujë dhe i zjeva për 10 orë me flak të ëmbël. Hodha dhe 250 gram ginger të freskët e griva me rente, para se ta heqa nga zjarri, e zjeva vetëm 30 minuta me kolagjenin. E kullojmë, pasi kemi heq kockat, me një nap në një kullorse dhe e vendosim në një tepsi. Siç e shikoni në video, e mbuloj me kapak dhe e lash gati 8 orë në frigorifer. Ku erdha nga puna, e hoqa këtë pjesën lart dhjamin, yndyrën e mishit, dhe vazhdojmë me kolagjenin. Unë e hodha në përgoda, mu ta presim edhe me thik, i rashkurt më pëlqen kur edhe në përgoda, kam më kollaj, kam edhe masat apo safat që ta pi në mëngjes, edhe si që shikoni në goda kallçuku, mbasi ngrin, unë i hedh në një qese dhe i kam gati. Tu po jap një shembull, e heqim nga goda, edhe e hedhim në një tas, ujë të nxehtë, një fet limon dhe mëngjes për mëngjes esull, me gjithmonë që ja vlen. Shpresoj që t'ju pëlqej, ju uroj gjithë mirat dhe mirupafshim.